këto. Edhe në hëna ëndrat e mia më mësojnë të fluturoj më lartësie. Mësojnë vetëm time dhe rrugët bëhen qetë për të fluturuar. Jo po të na që jetë, çdo princeshë jeton në vendin e saj, në trikën e ujëve. Në botën time çdo guzë që e shirin në që karamele ambër. Universi është i matë për në ndrejt e mia jene edhe më të pëta. Edhe njëra për mund të ketë zemër kur kryojnë me dashuri. Në thellësinë e ndrave të mia zemra ime gjen paqe magji. Këto pak një projekt zatime shmela, si ja fokusojmë së shumë t'i tek portret të njerëzve emocionet dhe muzika. Ideja ime kryesore për këtë projekt ishte të tregoj shprehjen e personazheve përmes fytyrës së tyre më të vogla. Unë jam frymëzuar të thjesht nga muzika, prandaj kam shkruar edhe disa nota muzikore. Siç shihni, ka disa portrete, secili me stilin dhe humorin e vet. Jam përpjekur që çdo portret të ketë ndonjë sens unik që e karakterizon ose simbolizon atë përmes fytyrës, flokëve dhe veshjes. Është një qanë pëse dërtuar për një gjëmi, se që shirini është një rrëfe edhe në gjatë velitri që simbolizon një gjami. Kjo ka qenë 10 metra e gjatë dhe 5 e gjatë, dhe është ditur me 26 milioni. Kjo është të piku më i vjetër. Kështu ka e vjetër është pak e pështuar, por aku e ka provë. Të rrët e gjatë është me kalorës që simbolizojnë ushtarët. Ky të pikë është i famshëm sepse është shitur për $33 milion, më shumë se çdo të pikë në botë, është shitur për $700 milion dhe është ekzaktuar me disa qifë. Tërse ky të pikë, pjesa e ujit është e bërë me kristalet me diamant, është bërë për një vend, por pasi është pushtuar vendi, ushtarët e kanë marrë dhe kanë kërë copa të vogla dhe kanë shpërndar të sasi një ushtarë. Ndërsa ky të pikë e kanë shkruar të mbretërit dhe kanë treguar të natyre dhe tani përdor në Oslo. Ky të pikë është i koqanë që ka një pikës isha sfera, shisha në bind dhe tisha kjoba. Dhe ka shitur në akam $5 milion. Sa ka të pikë, a i shtuar mbretërit janë në Oslo. Të pika shqipëtare dalohen sepse përdoren tyre kuqe me të zezë dhe në mes një shqipore. Qilimat kanë më shumë dallim nga të pikat sepse qilimat vjen më të vegjël dhe më të hollë dhe përdoren forma gjeometrike. Ne këtu kemi bërë disa modele të tjera. Faleminderit. Përshëndetje, unë sot do t'ju prezantoj disa punime të realizuara në Pixel Art nga nxënësit e klasës në stani. Në lëndën shqipe kemi paraqitur probleme të shkollës. Në matematikë kemi paraqitur forma gjeometrike. Kemi paraqitur topa të sporteve ndërsa në lëndës zgjedhore shkrim lexim emocional, kemi paraqitur fytyra që simbolizojnë emocionet. Këto punime tregojnë se si arti në piksel do të përdoren në lëndë të ndryshme në mënyrë kreative të aplikojnë. Klasa jonë
Materialet e ndryshme janë të rëndësishme në projekt. Përshëndetje, ky është projekti që zgjidhni klasa jone me statutin e realizuar me ndihmën e profesorëve të
stilën e pranverës, e kom treguar natyrën dhe gjelbërimet e pranverës, lulen dhe dy shtëpi të vogla. Kam shtuar edhe një ujvar dhe një ur që tregojnë freskinë edhe bukurinë e pranverës. Këtë punim e kam realizuar me ndihmën e mamit dhe këshillat e mësuesit tim të mrekullueshëm. Kjo është piramida. Piramida ka 1, 2, 3, 4, 5 faqe, ka 1, 2, 3, 4, 5 dehe dhe ka një ul, edhe faqet nuk janë të barabarta, sa jo sipërfaqja e poshtë nuk është si ato e lart. Aty Salim e kam paraqitur Ti faqe, baza e ti u shifre. Unë e kam përgatitur cili ka 3 faqe, as qimur, as janin, dhe ka të baza si ta që hiqim Kënqin e ka bërë me slajt e me rrut dhe i ka 5 faqe dhe i ka 6 kume dhe këtu e ka bërë pastinën e pranverës dhe këtu ka një komar dhe një tigër dhe një zape dhe një qenë dhe një lot dhe një kare. Ka një faqe të kalpuar, një faqe. Unë jam bërë me këtë sferë, unë e kam bërë me 5 dhe një të sfera e ka faqe të trembullat dhe ka vetëm një faqe të lahuar dhe nuk ka as prinj as kënd dhe as Kjo është kuadri. Kuadri ka 6 faqe, 8 kulme dhe 10 metri. Unë jam Sarka dhe sot do të prezantoj kuadrin. Dhe siç e shihni, e kam bërë me karton dhe letër me gjilë.
të krijoj dëme në natyrë dhe tek njerëzit dhe mund të krijoj një tokë të re pjellet. Unë jam Ada Bardini, jam nxënëse e klasës 7. Ne kemi përgatitur këtë projekt fizik me mjete shtëpiake. Është përbërë prej 2 plastikave, pipën e cila është lidhur me pompën elektronike që mundëson, pompa elektronike mundëson që ujë të kalojë lart te pipa dhe të krijojë një pamje rrethëse dhe fontane. Përshëndetje, unë jam Bulla Bazi, jam klasës 9. Këtu e kene një lift veturësh që kemi marrë idejën për Greqisë. Vetura fillon prej këtu të lartë, hipim këtu të lifti dhe pastaj lifti ngret lifti. Vetura zhbret këtu, parkohet vetë dhe pastaj me një disa ligj prapë uret lifti. Edhe kjo quhet ligji i Paskalit. E nderuar drejtoresha e shkollës zonja Zeniate Mehmeti dhe ju mysafir të ftuar që na nderoni sot me praninë tuaj. Mirë se vini në festën tonë më të bukur, në ditëlindjen e shtëpisë sonë të dytë, në ditën e shkollës tonë. Sot nuk festojmë thjesht për një godin, apo për murret që na rrethojnë. Sot festojmë për dijen që rritet këtu çdo ditë, për ëndrat që marrin krah dhe për miqësitë që do t'i kujtojmë tërë jetën. Shkolla jonë është vendi ku çdo pse merr një përgjigje dhe çdo talent zbulon rrugën e tij. Një falënderim i veçantë u shkon mësuesve tanë. Ju jeni udhërfyesi që me durim e përkushtim na mësoni jo vetëm shkronjat dhe numrat, por edhe si të bëhemi njerëz të mirë e të vlefshëm për shoqërinë. Ju falemnderit që besoni tek ne, edhe atëherë kur ne kemi dyshimet e vetja. Sot kemi përgatitur një program të larmishëm me këngë, valle e poezi si një dhuratë modeste për këtë ditë të madhe. Le të festojmë së bashku sukseset e deritanishme dhe të zotohemi se do të punojmë edhe më fort për të ardhmen. Gëzuar ditën e shkollës. Ju ftojmë ta ndihni programin tonë. Me shumë krejtësi, kam nderin që para jush të ftoj drejtoreshën e shkollës tonë, njeriun që na udhëheq që na mbështet në çdo moment, zonja Zeniate Mehmeti për një fjalim përshëndetës. Përshëndetje për të gjithë, të nderuar nxënës, prindër, mosimdhënës, i nderuari kryetari komunës së Bogovinës, zotëri Fetia Bazi, përfaqësues të shkollave, drejtor, përfaqësues komunal. Mirë se keni ardhur në manifestimin e shkollës sonë. Ne sot festojmë 31 vjetorin e ekzistencës së shkollës me emrin Dervish Cara. Ju falenderoj për prezencën tuaj dhe kohën që keni ndarë për të shënuar së bashku këtë ditë të rëndësishme për ne. Sot është një ditë e veçantë për shkollën tonë, një ditë që na bashkon rreth vlerave më të mira që kemi, siç janë respekti, dijenia dhe përkushtimi. Patronati i shkollës sonë nuk është vetëm një emër apo një traditë. Është simbol i rrugtimit tonë drejt dritës së dijes dhe formimit të brezave të rinj. Si drejtoreshe shkollës, ndjem krenare për çdo nxënës që me përkushtim ndjek ëndrat e tij, për çdo mësues që me durim dhe dashuri përcjell dijen dhe për çdo prind që mbështet këtë rrugtim të rëndësishëm. Patronati na kujton se suksesi nuk vjen rastësisht. Ai ndërtohet çdo ditë me punë, me sakrificë dhe me besim në veten tonë. Të dashur nxënës, ju jeni e ardhmja jonë. Besoni në veten tuaj, punoni fort dhe mos ndaloni kurrë ndëruari. Çdo hap që bëni sot është një burthemel për të nesërmen tuaj. Gëzuar patronatin e shkollës sonë. Faleminderit. I nderuar kryetari i komunës, zotri Fetia Bazi,
Me kënaqësi u ftojmë të ngjiteni në skenë për të na nderuar me praninë tuaj. Të nderuar arsimtar, të nderuar prindër, të nderuar nxënës dhe mysafirë të respektuar. Kam kënaqësinë që sot në emër të komunës të ju drejtohem me rastin e patronatit të shkollës Dervish Cara. Kjo ditë është një moment i veçantë për të kujtuar dhe nderuar figurën e Dervish Carës, një emër që simbolizon guximin, dijen dhe përkushtimin ndaj kombit. Po ashtu, është një ditë feste për sukseset e nxënësve tanë, për kushtimin e arsimtarëve dhe mbështetjen e vazhdueshme të prindërve. Shkolla është themeli i çdo shoqërie të shëndosh. Pikërisht këtu ndërtohen vlera, edukata dhe ardhmja e brezave të rinj. Si komunë, do të vazhdojmë të jemi pranë arsimit, duke investuar në kushte më të mira në zhvillimin e nxënësve dhe në mbështetjen e stafit arsimor. Të dashur nxënës, ju jeni krenaria dhe ardhmja jonë. Vazhdoni të mësoni e të punoni me përkushtim për sukseset tuaja dhe të shoqërisë sonë. Urime patronatit shkollës dhe ju dëshiroj shumë suksese dhe shumë arritje në të ardhmen. Faleminderit gjithë. Në përcjelljen e korit të shkollës, nxënësja Ailina Arifi do të interpretojë këngën Këndo Bylbyl t'i fushave. Gjithashtu, Ilaida Ramadani vjen me këngën Vallëzoj. Është një bylbyl në fshatin ton, për një vasha i këndon. Është një bylbyl në fshatin ton, për një vasha i këndon. O te burrimi do ta pres, sa ti shoh dy sytezes. O te burrimi do ta pres, sa ti shoh dy sytezes. Këno bylbyl i fushave,
Me kënaqësi ftoj nxënësit e klasës 5-1 që të recitojnë me ndjenjë dhe përkushtim poezinë Feston shkolla jon. Më pas nxënësit e klasës 5-2 do të interpretojnë me shumë energji dhe emocion vallën Baresha. Feston shkolla jon, sot feston shkolla jon e anë, me gëzim të madh e zemër të zjarë, këtu çdo ditë marrim diturin, rritemi bashkë me shumë dashuri, në bankat tona plot me dritë, buzë qeshim ne çdo ditë, mësuesit tanë me zemër të mirë, na udhëheqin drejt sarë me sëllit, me fjalë të ëmbla dhe durim, na japin dije plot guxim, çdo hap këtu na bën më të fortë, na mëson të ecim përpara në botë. Shkolla jonë si shtëpi, plot me ngrohtësi dhe dashuri. Shkollë e dashur, faleminderit shumë, që na mësove si duhet bërë punë. Ti je për ne vendi me kuar, ku çdo ëndër bëhet e fituar. Gëzuar ditë e lidhje shkollë shkruar, do të mbetesh për herë vendi pa harruar. Le të mirëpresim me duar trokitje nxënësit e klasës para 1, të cilët do të na sfidojnë me gjëgjëzat e tyre. Më pas, programin ton e vazhdojmë me nxënësit e klasës para 2, të cilët me shumë dashuri do të sjellin poezinë Nëna. Nxënësja Adra Beadini sjell para ju këngën e njohur Jakub Feri. Të merë në krap të përgdhe dhe zëri saj në qel të ngre. Kush është? Kam dinë na o fëmi, një në shkollë, një në shtëpi, ajo në shkollë.
ranë. Gjysë njëtë se më ranë në fund të 6 metra ti për të më pushash. Kush më bleni më përdër, jas bërzënë si të bërë. Kush është? Brusha! Puna të ditë pa u lotë së pi. Kush është? Ora! Tik-tak, tik-tak, punon ora mbi o gjak. Tik-tak, tik-tak, shkona prepi pa nga pak. Tik-tak, kreu, lau, kriu. Tik-tak, grishu, matu, grisu. Shkona shkollë, të mësoj, djali vine bukuros. Që fut nuk ka, kush është? Ishët e viti! Është se që është? Fu. Prej sajrën konë gjithë e dru, kush është? Era! Unë jam era, pluhë qaj. Juve familja ju friksoj, nëse dire dritare I gjen hapu, era vjen tuk e I vëta. Ku deshti si ku vjen vera. Jam I vogël s'ka fuqi, për kam zemër që dëton ty. Qola nënda, bukur tingëllon, këtë fjallë do fusheton. Fjalla nën është fjallë e artë, s'ka fjallë më të bukur, s'ka fjallë më të zjartë. S'ka fjallë më të bukur, që kam për të fëtë, s'ka fjallë më të ëmbël, si sa fjallë është ëmbël. Ja këtë fjallë në ëndje, thot, ti e për gjdo kënd me shtrejnëte në botë.
Drita e do ngjemin, nata e do hënën, lulja e do dritën, unë e dua nënën. Si dit e gjem, e nata me hën, jam u për ty, e dashra nën. Legendash, ai po vjen me vrapë pragu, e si bara te varbonës, nuk ja laj raketën gjaku. Ja ku keri mor ku je, trasin malet me piskon, 30 krena i ke premisht të plak, borina ka. Ja ku keri mor ku je, trasin malet me piskon, 30 krena i ke premisht të plak, borina ka. Dori unë shtek të borit, shkum nga goja i ndëllima, e unë të drimin busht mejdani, gjakun e ti e pilëndina. Rinë bështet si shkrep mbi mal, redhje lumi vale gjak, ai se ti ka dhe gëvatani, ja ku feri me bajra. Ja ku feri mor ku je, trasin malet me piskon, 30 krena i ke premisht të plak, borina ka. Ja ku feri mor ku je, trasin malet me piskon, 30 krena i ke premisht të plak, borina ka. Klasa para një do të interpretojnë këngën Xhamadani Via Via. Të nderuar të pranishëm, programi ynë vazhdon me pjesën dramatike titulluar Rozafa, që me shumë profesionalizëm e sjellin para jush nxënësit e klasës 7-3. Pastaj mi presim nxënësit e klasës 3-3 që do të këndojnë këngën Tetova qyteti im. Dhe më pas nxënësja Mbresa Sherifi vjen në skenë me këngën Kampion. Se
Sa herë ngrema ditën, natën shembet, çfati zina ka rënë. Djers e mund kotë, s'kurto ka veç në do. Ndoshta ka një mallkim ose një sakrificë që kërkon kjo kështjellë. Punë e barë otra vlezër. Të mbarë o plaki mirë. Ku shetë të barën tonë? Ditën punojmë e natën prishe. A din të na thësh një fjalë të mirë që të vënë që të na rinë këmbë? Unë e di, por e kam për mëkat, ju them. Atë me ka ti dhe nuk e vetë tona, si të ta bam në këmbë këtë kështjelë. A jeni të martuar, o trima? A i keni që të 3 vashat tuaja? Të martuar jemi dhe të 3 kemi vashat tona. Në thoj që të bëjmë që ta mbam në këmbë këtë kështjelë? Në doni që ajo të qëndroj, lidhuni me besa bes. Vashave mos u rëfeni dhe në shtëpi mos kuvintoni për fjale që do ju a them. Atë nga të 3 kunatat që do të vinë nesër, t'ju sjell bukën, ta merrni e ta muroni të gjallë në murin e kështjellës. Atëherë keni për ta parë se muri do t'ju zërven e do t'ju qëndroj për jetë për më. Si kalove sot në puna u lodhe? Po, u lodha, por duke punuar erdhi një plak i vjetër dhe na tha, njërën prej ative nga 3 kunata që do të vjen t'ja sjellin bukën, duhet ta murroni. Nesër mos ta sjell ti bukën, sepse nëse vjen do të murrojmë në mur të kështjellës. Në rregull, nuk do ta sjellun bukën nesër. Si e, a u lodhe? Po, u lodha pa, por nesër mos e sjell ti bukën, se po e sollë do të muros. A erdhojmë zota, u lodhe. U lodha pak, në shkoj të bëj një si gjumë. Moj nusja e madhe, mjeshi duan buk e uj, duan kungullin me verë. Besa nën sot s'mund të shkoj sepse jam e sëmur. Moj nusja e dytë, mjeshi duan buk e uj, duan kungullin me verë. Besa nën zvete se do të shkoj tek fisi për të buajtur. Moj nusja e vogël, Urdhëro zonja nën. mjeshi duan buk e uj, duan kungullin me verë. Besa nën a shkoj për e kam djalin e vogël, druhem se do në gjitë të pije qanë. Nisu shko se djalin ta shikojmë ne, nuk ta lëm të qaj. Punë mbaro mjeshtër, po që është shtu që kanë atë ndalin e zgodasin? Qëketim zot, pse e ma kongurin dhe murin? I pas ke lindur në ditë të zezme kënata jo, ne kemi bërë me fjallë të murrem në mur të kështjellës. Shëndosh ju o trim punetoj, por unë do t'ju alë një porosi. Kur të më muroni në mur, syrin e djathtë më leni jashtë, dorën e djathtë më leni jashtë, këmbën e djathtë më leni jashtë, dhe syrin e djathtë dhe gjirin e djathtë më leni jashtë, se djalin e kam të vogël. Kur të nisë qaj, me njërin sy të shikoj, me njërën dorë të ledhatoj, me njërën këmbë të atu ndjepin, e me njërin gjiti jap të pi. Gjiri im u muroft, kështjella që ndroft, djali im u trimoft, u bëft mbret dhe mbretëroft.
qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi, Beto asin, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi. Sa e sa herën i bukri gjell, mjell ngrohtësi për mua dhe ty. Sa e sa herën e dua ma shumë, kudo që shkoj se haroj. Përballë ke mali shar, aty pran lumit vardar, shkumbini bukuri, s'ka si ti, s'ka si ti. Beto vasil, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi, Beto vasil, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi. Beto vasil, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi, Beto vasil, një mrekulli, nuk ka si ti, bukuri. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi. O qyteti im, ty të kam frymëzim, Beto vjeti për mua shtëpi, Beto vjeti për mua shtëpi. Ain't quitting, I trust my intuition. Time ticking, but they don't see the vision. I ain't giving up, no, I ain't willing. I be winning like it's an addiction. Head higher, running to the sky. I live in the clouds. No lie, look into my eyes. You can't take me out. If I ever fall down one time, I'ma keep going on. 'Cause I know I'm a champion. And if I take a L, I'll still fight till the bitter end. I'm strong. 'Cause I know I'm a champion. Pull up, fall with the sprinter. We eat losers for dinner. Head hard like a heart attack. Same team, girl, yeah, got your back. Head higher, running to the sky. I live in the clouds. No lie, look into my eyes. You can't take me out. If I ever fall down one time, I'ma keep going on. 'Cause I know I'm a champion. And if I take a L, I'll still fight till the bitter end. I'm strong. 'Cause I know I'm a champion. I'm a champion. Blackpink,
Nxënësja Irsa Pexheti nga klasa 7A3 reciton poezinë Një ditë e veçantë. Vallja e mollave e përgatitur nga vajzat e klasës 7A1. Më pas, programi ynë vazhdon me një valle Dridhe Moj Shamin nga nxënësit e klasës 3A1. Një ditë e veçantë. Sot shkolla jonë ndriçon dhe zemrat tona rrahin fort. Çdo hap, çdo zë duket si një val gëzimi që përshkon korridorët. Ku dita e patronatit na kujton se çdo libër që hapim, çdo ëndër që ndjekim është një hap drejt së ardhmes. Ku dita e patronatit jeton për herë mes nesh, në çdo mur, në çdo klas, në çdo zë e buzëqeshje, e ndjejmë praninë e tij si një forcë që na ngroh dhe na udhëheq. Sot recitojmë, këndojmë dhe festojmë së bashku, sepse kjo ditë është një kujtim i paharrueshëm që do të jetojë në zemrat tona çdo herë.
kënaqësimi. Wow! Hajde studime, të të shohim televizorsh. Hajde, Alma, opa! Sara Ismaili dhe Albina Osmani sjellin poezinë Shkolla ime. Një pikë artistike me violin, do ta luajë nxënësja jonë e talentuar Bora Memishi. Shkolla ime, shkollë më fale dritën, më fale dhe rritën, mi hape shtigjet, më rrite sa prigjet, gëzimi më shtove, jetën më lullzove, ndaj të dua shkollë, më shumë në këtë botë, sa të dua o shkolla ime, ti më push me gëzime, me ty dita bëhet më e bukur, shoqe, shoqe të gjithë jemi të lumtur. Një pikë instrumentale, Bella Ciao, kemi kënaqësinë ta dëgjojmë nga Fationa dhe pajtime me Mishi dhe Rea Avziu. Thank you.
Fituese të vendit të parë në konkursin e poezisë me rastin e ditës botërore të librit, Eda Bezati. Në faqet e librit. Në faqet e librit ku shpreha mendimet. Në faqet e librit ku shkruajta për kujtimet. Në faqet e librit që loti i mbuloj, në faqet e ti ku çdo fjalë mbaroj. Në faqet e librit shkruaj për veprat e paharrueshme. Fletat e ti më kujtojnë momentet papërshkrueshme. Loti im preku vargun e penën. Me ta shkruajta për baban e nënën. Në faqet e librit shkruajta edhe kur nuk isha mirë, por shkruajta edhe për ndonjë moment të vështirë. Dhe do të vazhdoj të shkruaj derisa të vdes. Vazhdoj të shprehem në të, sepse pa të kur nuk mbes. Faqet e librit jam besnike, e kur s'më lën në vetmi. Edhe nëse ndonjëherë pa ta dua të ri. Edhe në atë moment ku dita është më zezë se nata. Ata më vinë nga pas e më lëshojnë drita të arta. Ajo dritë për mua ka ndriçim të veçantë. E ai ndriçim mua më hap një rrugtim të gjatë. Dhe rrugtimi quhet suksesi i jetës. Me penën që shkruajta në faqet e librit për jetën e vetes. Me penën e lagur me lotë si shi. Në fletën e bardhë që u dogj e u bëhi. Tani fletat e librit më nuk janë prezent me mua. Edhe pse ata u dogjën, të rjetën do i dua. Të nderuar të pranishëm, kam nderin të recitoj poezim pse nuk hati nën dhe i përshëndes të gjithë nënat shqiptare. Pse nuk hati nën, pyesja i çuditur. Çudi, vetëm nëna nuk është e uritur. Ne për tërhanin që me natë ishim ngritur. Ishim të paditur, të pangopur, të parritur. Sa hap e mbyll sytë e thanim tërhan. Lufët fluturonin, kruanin sa han. Nëna me një qep të ngjente me ljanë. S'ka gjë biri nënës, nënat ka qanë. Në drek të uritur në mblidh të rotull saçi. Gongjet e shijes në qerte kulaçi. Nëna si kloçk mos mbetej zok pa ngrën. Pas buke për typ të ndonjë thembër të lënë. Në darkë ca miell misri e bënte oshfare. Po ti, mama, ti nuk hëngre fare. Hani bite nënës e shkoni flini gjumë. Se nënat së hurem po të hanë shumë. Kur ne si fidanët bënim për pjetë. Kur nëna si rënjët bënte tatë pjetë. Kur nisëm të kuptonim si erdhëm në jetë. Filluam të kuptonim sekretin e vërtet. Kur nëna mbeti veç një grusht me eshtra. Kur s'kishte më mish ku të fshihej gënjeshtra. Atëherë zbuluam sekretet e pathëna. Sekretin natyral pse nuk hante nëna. Kur nëna u kërus e mbeti sa një doçk. Sa vinte më e plakur, sa vinte më e vockël. Nga mami u bë nën, nga nën u bë në nock. Mbeti veç një shpirt, një foto e një kock. Sonte kur djalin para TV-s gjumi e ka zën. Remote kontrolli nga dora i ka rën. Kur gruan se zë gjumi, ra djali pa ngrën. Sonte të kujtoj, pse s'haje ti nën. Po flimoj grua se nuk u bë nami, një dark pa ngrën nuk i shkriju djami. I pasur, i varfër s'qen ka i thën. I ngopur, i uritur, nëna qen ka nën. Të nderuar të pranishëm dhe ju të dashur nxënës.
Programin ton të përgatitur për sot e përmbyllim me dramën 3000 që ndriçojnë dijen, ku para nesh do të interpretojnë nxënësit e klasës 2-1. Sa detyra kemi sot. Matematik, lexim, shkrim, si do t'i bëj të gjitha? Mos kush tjetër so, unë jam këtu për të të ndihmuar. Kush foli? Unë, lapsi yt, mua ke shkruar shkronjat e para. Se mos me haro mua, në faqet e mia, i lexuar historitë e para. Sa mirë gjun kam, për ndonjëherë më duken se detyrat janë shumë. Detyrat nuk janë të vështira ku mësoj çdo ditë, dhe ku lexon pak ka pak bëhesh më shumë i zgjuar. Pra, sekreti është të mësojmë çdo ditë, po, dhe të mos harrojmë të nderojmë, sepse nga shkolla fillojnë ëndrat tona. Dikush bëhet mjek, dikush bëhet mësues. Dhe dikush shkencëtar. Pra të gjithë këto fillojnë nga shkolla. Prandaj, sot themi me zemër, gëzuar ditën lindje shkolla jonë. Tani në fund, ftoj drejtoreshën e shkollës tonë të shpërndajë mirënjohjet për arritjen dhe kontributet e dhëna në zhvillimin dhe mbështetjen e shkollës tonë. Ju falemderit për durimin, e di se shfaqja u stërgjat pak si shumë, mirë po ne kemi parime si shkollë dhe nuk u aprishim qefin zonësve tanë. I pregatitin arsimtarët me shumë përkushtim dhe nuk jam kundër që të transmetohet çdo pikë. I falenderoj të gjithë arsimtarët edhe nxënësit edhe juve për durimin që keni qëndruar deri në fund. Tani ka ardhur koha e dorëzimit të mirënjohjeve. Ne si shkollë kemi pas aktivitete të ndryshme, ne si shkollë kemi pas donacione të ndryshme, mirë po nuk i kam përfshi sot të gjitha që të mos bëhet edhe më e gjatë pika e fundit e shfaqjes. Do të filloj njëherë me shpërndarjen e mirënjohjes për kampionin ton botëror, që e din vetë se kush është, Isa Selimi. Për Isa, shkolla ka përgatit një dhuratë shumë të çmuar, një libër edhe një çmim nga donatorët tanë. Veç vazhdo, suksese më të tjerë. Po ashtu, me pjesëmarrje në violin, kemi edhe një vend të parë në garë ndërkombëtare nga nxënësja jonë Bora Memishi. Po ashtu, edhe Bora do të shpërblet me çmim.
Nxënësit e klasës 5-1 kanë përgatitur një dhuratë me një program që e kanë punu me pixel art për kryetarin e komunës Zotri Feti Abazi. Vazhdojmë me shpërndarjen e mirënjohjeve. Ftojmë nxënësen Eda Bezati për pjesëmarrje në konkurs letrar Gara Regionale Vendi Parë. Ftojmë arsimtaren Mirjeta Leka për garat që organizojnë në shkollën tonë, Gara Komunale Gjuhë Angleze. Ftojmë nxënësin Hana Abazi që ka marrë pjesë në garat Spelling Bee, që ka marrë vendin e ditë në gara regionale. Ftojmë nxënësin Pajtime me Mishi, vendi i ditë në gara regionale Spelling Bee. Ftojmë nxënësin Hana Abazi, gara regionale Spelling Bee, vendi i ditë. Ftojmë nxënësin Erdi Izairi, gara regionale vendi i dytë Spelling Bee. Po ashtu kemi pas edhe një turnir për klasat e ulta, do me thonë futbol për nxënësit e vegje. Ftoj arsimtarin Jusuf Veseli të marrë mirënjohjen për kontributin e dhënë. Ftojmë të gjithë nxënësit e klasës 5 për vendin e parë gara turnir futbol në komunën e Bugovinës në shkollën fillore Sabedin Bajrami. Ftojmë nxënësit e klasës 4-1 të marrin mirënjohjen për turnirin që është organizuar brenda në shkollë. Po ashtu ftojmë edhe këshillin e xhamisë së epërme, nëse nuk jam gabim, Zotri Veton Neziri, edhe Imam Amar Dauti. Po ashtu, kohëve të fundit kemi edhe një kontribues shumë të madh i cili na ka ndihmuar në pjesët teknike për këtë shfaqje që u realizuar shumë bukur, është Zotri Mentor Neziri. Edhe njerë ju falenderit edhe mirë se shifemi në manifestimet tjera. Tani mund të vazhdojmë me panairin e ushqimit i cili është brenda në shkollë. Koheni të gjithë të merrni pjesë në panairin e ushqimit.